ekziston një lloj sëmundjeje që thyen rregullin më të vjetër të biologjisë. Përhapet pa gjene. 1957, pylli shi në pajësorin jugor, një grua filloi të dridhej pa pritmas duke qeshur. Fisi e quante Kuru. Shpejt ajo humbi aftësinë për të gëlltitur, vdiq nga uria. Mjeku amerikan Carlton Gajdusek mbërriti. Ai vuri re se vdisnin vetëm gratë dhe fëmijët. Gjeti një tjetër të dhënë. Në gostit funerale, gratë hanin kafkat e të vdekurve dhe i ndanin me fëmijët. Ata besonin se kjo do të çlironte shpirtin, nuk ishte e shenjtë. Ishte një fest për vdekjen. Dy të dhënat u lidhen. Gajdusek e dinte që përgjigja ishte në tru. Ai dërgoi mostra në laborator. Pamja nën mikroskop i ngriu të gjithë. Asnjë patogjen i gjallë. Indi i trurit ishte i mbushur me vrima, dukej si një sfungjer i kalbur. Veterineri William Hedlow pa foton. Ai bërtiti. Është saktësisht njësoj si ato delet e çmendura në fermat britanike. Delet e sëmura gërvishteshin furishëm derisa u qahej lëkura. Hedlow vuri në dukje me mprehtësi se Kuru dhe skrapje dukeshin njësoj. Të dyja ishin shumë gjitse. Gajdusek injektoi lëngun e trurit të një viktime të Kurus të një shimpanze. Kaluan 18 muaj. Pastaj shimpanzeja filloi të dridhej. Kjo konfirmoi që indi i trurit me të Kuru ishte ngjitës. Kishte një periudhë të gjatë inkubacioni. Gajdusek fitoi çmimin Nobel, por vdiq duke besuar se vrasësi ishte një virus i ngadalt. 1972, Stanley Prusiner studioi trurin. Ai trajtoi një pacient me të njëjtin tru si sfungjer. Filloi gjuetin për vrasësin, duke kërkuar kodin e tij gjenetik, por të dhënat eksperimentale tregonin diçka të çuditshme. Shkatro ADNN ose ARNN. Vrasësi mbijetonte akoma. Shkatërro proteinat, vrasësi vdiste. Biologjia hadhe një rregull të shenjtë në atë kohë. Dogma qendrore. Kodi gjenetik mbar të gjithë informacionin. Inse nuk ka ADN ose ARN, nuk ka jetë, nuk ka riprodhim. Por çfarë nëse e pamundura është e vërtetë? 1982, Prusiner bëri një pretendim të guximshëm. Patogjeni mund të mos ketë material gjenetik. Ai botoi në revistën Science. Mund të jeti përbër vetëm nga protein. Ai e quajti prion. Ishte sikur t'i thuash kishës që Perëndia nuk ekziston. Biologët ishin të tërbuar. Tallja ishte shumë brutale. Ndërsa ata debatonin ashpër, një fatkeqësi e vërtet po përgatitej. 1986, në fermat britanike, një lopë e quajtur Daisy filloi të sillet çuditshëm. Ishte e ankthshme. Këmba e saj e pasme dridhej. Kur veterinerët hapën trurin e saj, pan diçka të tmerrshme. Indi i trurit, fillimisht i dendur, ishte plot me vrima të vogla si një sfungjer. Media madje i dha një emër edhe më të frikshëm, sëmundja e lopëve të çmendura. Hetimi zbuloi shkakun. Për të kursyer para, fermerët kthenin delet dhe lopët e ngordhura në ushqim. Sëmundja u përhap kështu. Pastaj, më 20 mars 1996, Ministri i Shëndetësisë i Britanisë pranoi që sëmundja e lopëve të çmendura mund të kishte kaluar te njerëzit përmes mishit. U shfaq një sëmundje e re, variant ICJDS. Kjo ishte hera e parë që sëmundja prion kalonte përmes specieve. Fatkeqësia ishte në tryezat e darkës. Paniku u përhap si zjarri. E ja ndaloi importin e mishit britanik. Çdo pjesë mishi mund të ishte një vrasës i fshehur. Dhe gjithë kjo rrjedh në ato val zombi proteinash në nivel mikroskopik.
Le të zmadhojmë në nivelin molekular, të gjithë kemi proteina normale prion në trurin ton. Ato janë të palosura si susta. Ato i mbajnë nervat të shëndetshëm. Ndonjëherë një protein paloset keq, susta kthehet në një te. Ky është prioni i keq. Ai i shpëton kontrollit të qelizës si një zombi. Kur gjuat proteinat normale, i detyron ato të palosen keq gjithashtu. Ato bëhen prione të reja të këqija. Megjithse reagimi është i ngadalt, ai grumbullohet dhe shpërthen. Prionet e këqij grumbullohen së bashku, duke formuar pllaka të forta amiloide. Këto grumbullime bllokojnë dhe shtypin qelizat e trurit. Neuronet vdesin në numër të madh. Brenda Kafkës, një zjarr i heshtur shpërthen dhe shkatëron gjithçka. Edhe pas vdekjes ose djegjes së kufomës së pritësit, këto forma të palosura keq mbijetojnë akoma. Ata fshihen në produktet e mishit dhe instrumentet kirurgjikale, duke pritur viktimën tjetër. Ata nuk kanë qëllim, as vetdije, vetëm një formë, vetëm një palosje. Dhe ajo formë mund të vrasë. Njerëzimi u kundërpërgjigj. Ndalimi i ushqimit me kafshë të ngordhura preu zinxhirin e infektimit të sëmundjes së lopëve të çmendura. Indet me rrezik të lartë u hoqën nga ushqimi. Mjetet mjekësore u sterilizuan me alkale të forta dhe nxehtësi ekstreme, duke parandaluar transmetimin nga një burim i vetëm. 1997, Prusiner fitoi çmimin Nobel. Ky nuk ishte një përmbysje dogmës qendrore, por më tepër një zgjerim i thellë. Ashtu si Einsteini nuk shkatërroi Newtonin, ai thjesht vizatoi një hartë më të madhe. Natyra gjithmonë gjen një rrugë përtej supozimeve tona më të mira.